Projekti është, siç e shihni, është i kontraktuar, tashmë parashit që të përfundohet brenda 5 muajve. Vlera është mbi 500.000 euro, pra mbi gjysmë milion euro investim. Investimet e qeverisë tashmë prekin edhe gjitha komunat. Ky objekt është ndihmëse dhe më e madhe që këto shërbime të ofrojnë edhe më afër takim paguesve edhe në këtë pjesë. Ky objekt këtu të ofroj shërbime gjithë qytetarëve, takim paguesve, bizneseve, e kësaj pra të jetë sa më afër me qytetarin. Në anën tjetër kemi po ashtu edhe rigjallërimin edhe të kësaj zone, sepse me ndërtimin e aneksit këtu patjetër që do të ketë edhe shërbime shtesë. Projekti është, siç e shihni, është i kontraktuar, tashmë parashit që të përfundohet brenda 5 muajve. Vlera është mbi 500.000 euro, pra mbi gjysmë milion euro investim. Besoj që është një shenjë shumë e mirë që investimet e qeverisë tashmë prekin edhe gjitha komunat e Republikës Kosovës, të përfshi edhe veriun e Kosovës. Për atë kënd është më së e rëndësishme që shërbimet për takim pagues të shtrihen në gjithë territorin e Kosovës. Ne kemi filluar vetëm një fiskalizim të secilit biznes edhe në këtë pjesë të Kosovës, kështu që ky objekt është ndihmëse dhe më e madhe që këto shërbime të ofrojnë edhe më afër takim paguesve edhe në këtë pjesë.